Pas debateve shumë të nxehta dhe kundërshtimeve të shumta, Bundestagu Gjerman ka marrë sot në këto momente një vendim historik për ndryshimet kushtetuese. Me një shumicë prej 2/3 të votave, sa edhe është e domosdoshme për ndryshimet kushtetuese, deputetët e partive të Unionit CDU-CSU, pastaj Socialdemokratët, pra SPD dhe ekologjistët, i kanë thënë me shumicë po mundësi së krijimit të një fondi prej 500 miliard euro për investime në infrastrukturë në 12 vitet e ardhshme. Këto para duhet të investohen në infrastrukturë, pra për shkak të krizës së madhe ekonomike në të cilën është Gjermania. Por edhe më i rëndësishëm është vendimi që nga kushtetuta të hiqet e ashtu quajtura frena e borxheve, e cila tani lejon huamarrjen për qëllime të mbrojtjes edhe më shumë se 1%. Ky vendimi mundson Gjermanisë të futet në borxhe të reja për mbrojtjen, për pajisjen më të mirë ushtarake dhe për përgatitjen për mbrojtje në rast të ndonjë sulmi eventual nga jashtë. Gjermania është e interesuar që të investojë më shumë në mbrojtjen e vendit, sepse Gjermania e ka lënë pas dore ushtrinë e vet në disa dekadat e fundit dhe e ka zvogëluar numrin e ushtarëve. Tani ka diku rreth 181.000 ushtarë vetëm. Por pas agresionit të Rusisë në Ukrainë, është shtuar frika se Rusia mund të sulmojë ndonjë vend tjetër deri në vitin 2029, të paktën kështu ka thënë ministri i mbrojtjes Pistorius. Ndërkohë që Gjermania më nuk mund të mbështetet tërësisht as tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të papërllogaritshmërisë së presidentit të ri amerikan Donald Trump. Presidenti amerikan ka ndryshuar shpesh mendjen edhe sa i përket bashkëpunimit me vendet europiane. Gjermania tani është e interesuar që të marrë edhe një rol udhëheqës në politikën e mbrojtjes europiane, ndaj edhe duhet të shtojë numrin e ushtarëve dhe të investojë më shumë në mbrojtje. Sidoqoftë me këto vendime do të hapet mundësia e investimeve më të mëdha në sektorin e mbrojtjes. Pra, sa i përket investimeve në infrastrukturë, ky fond prej 500 miliard euro do të investohet për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, për investime në ura, në hekurudha, në shkolla, në spitale, kopshte dhe shumë pjesë të tjera të infrastrukturës që mundson edhe zhvillimin ekonomik të vendit, sepse infrastruktura e Gjermanisë për momentin nuk është e mirë. Rreth 100 miliard euro nga ky fond do të investohen edhe në sektorin e ekologjisë, që ka qenë edhe çmimi i votës së ekologjistëve në Bundestag, sepse pa këtë kompromis dhe pa votat e ekologjistëve nuk kanë mundur të bëhen as ndryshimet e sotme kushtetuese. Në ditët në vijim, unë do t'ju njoftoj më detajisht me fushat se ku do të investohen këto 500 miliard euro të parashikuara për 12 vitet e ardhshme, sepse e prekin pak a shumë secilin që jeton në Gjermani, por kësaj shume duhet të shtohet edhe shuma e parave që do të investohet në mbrojtje. Ndaj, disa ekspertë kanë llogaritur se Gjermania në 10 vitet e ardhshme do të futet në borxhe të reja në vlerë prej rreth 1.000 miliard euro. E ka dhe të tillë që thonë madje se kjo shumë do të jetë edhe shumë më e madhe. Sidoqoftë edhe një herë, Bundestagu Gjerman ka miratuar pra sot vendimin për krijimin e një fondi prej 500 miliard euro për investime në infrastrukturë dhe ka vendosur që të heqë nga kushtetuta të ashtu quajturën frena e borxheve, e cila i mundson qeverisë së re të futet në borxhe të reja për qëllimet e mbrojtjes së vendit. E investimet në mbrojtje po ashtu mund të jenë pra edhe qindra miliarda euro, siç e thash. E të mos harrojmë pra që këto para dhe këto kredi duhet të kthehen dikur. Pra janë borxhe që duhet të kthehen. Ky vendim duhet të miratohet edhe në Bundesrat, por edhe atje duket se është siguruar shumica e domosdoshme e votave. Nëse eventualisht ka ndonjë ndryshim, unë me siguri që do t'ju njoftoj me njëherë, ndaj mos hezitoni, abonohuni në kanalet e mia dhe shpërndani edhe këtë informacion, sepse është një informacion që e prek secilin shtetas që jeton në Gjermani, secilin person që punon në Gjermani, por edhe infrastrukturën e mbrojtjes, jo vetëm në Gjermani, por edhe në Europë dhe më gjerë. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti me informacione të tjera.